Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës të kanalit Recetat e Mamit. Unë jam kthyer në fshat pas 10 ditësh dhe do t'ju prezantoj me këtë mrekullin. Këto janë kajsi, miqtë e mi. Po ne më fakt nga anët tona, gjyshi dhe gjyshja ime gjithmonë dhe prindit e mi ju thonin zerdeli. E shikoni, vetëm Zoti i madh dhe kjo tokë e bekuar i ka bërë. E shikoni ja. Unë do t'i mbledh se këto kanë arrit pjekje, nuk ka ku të shkoj më tepër dhe fillon të bie në tokë. Ato më të pjekurat, miqtë e mi, unë do t'i bëj reçel. Më të fortat do mundohem të bëj dhe komposto. Ja, baçja e gjyshërve dhe prindërve të mi. Ju kam thënë, kanë menduar për çdo gjë, pemë, fruta pa fund, vetëm njerëzit mungojnë, ju kam thënë. Kështu erdhi koha, ja, një ditë të bukur. Miqtë e mi, këto janë kajsit që unë do bëj reçel. I seleksionova, i dhashta gocës dhe ca shoqeve dhe shumë pak ngelen të forta. Komposto nuk bëj dot, se janë shumë të buta, janë shumë të pjekura dhe unë do t'i bëj reçel. Në këtë tenxhere unë do hedh 5 kg kajsi, zerdeli, si doni ju. Shikoni. Nuk është nevoja fare me nda me thik, vetëm me dorë, me një dorashk, pasi i kam la pastru kullu në një mbulesë i vura, që mos të kenë ujë. Miqtë e mi, ju besoj e dini, ju kam thënë dhe herë tjetër, shumica e frutave 90% ujë janë, kështu që nuk ka nevojë për asnjë një pik ujë. 5 kg kajsi, do t'i çaj dhe këto, ja, shumë e thjeshtë, miqtë e mi, janë më lëng i gjallë, ja, se nga që jo kam thënë vetë filmoj dhe vetë gatuaj. Ja, është e thjeshtë fare. Pasi i bëj të gjitha kështu, jo heq vetëm faren, do hedh lëngun e këtij limoni. Për shije më të mirë. Limoni është nona, jo kam thënë 100 herë farmacia në shtëpi dhe çdo gjë, pothuajse çdo gjë e jep shije. Dhe unë ja, nga te shtëpia prindërve të mi, kam ca që kam put, po mirë është. Lëng ka mirë, nuk ka nevojë për shumë lëng. 2-3 lugë lëng mjaftojnë. Limoni. Në 5 kg kajsi, unë do hedh 1 kg e 400 gram sheqer, këtu miqtë e mi. Pasi t'i pastroj, do t'ja hedh sipër, do t'i ve në zjarr, se nuk e di, unë e kam bë dhe herë tjetër këtë video, dhe herë tjetër kur e kam bë video, unë i kam lënë në frigorifer për 5-6 orë, gjithë natën dhe ato lëshun gjithë lëngun. Me thënë të drejtën e Zotit, edhe për efekt kohe, unë do t'i ve në zjarr, po në zjarr shumë të ulët, gjithmonë kjo luga silikonit dhe dora në të, ja u kam thënë miqtë e mi, duhet zjarr i ulët. Sa pa të lëshojnë gjithë lëngun. Do t'ja u tregoj në vazhdim. Pasi sistemova të gjitha në tenxhere, i hodha lëngun e një limoni, ja u tregova, dhe sheqerin sipër. Edhe direkt i vura në zjarr. Në zjarr të ulët, po jo shumë të ulët. Sa po të marrin val, do të ullë më shumë zjarrin. Se i lëshojnë gjithë lëngun dhe unë i lek kështu avash avash pastaj. Do mundohem sonde të bëj pjesën e parë. Miqtë e mi, nuk është e thjeshtë, do shumë kujdes. Do me thënë, ndoshta 45 minuta sonde, pasi merr val, se lëshojnë shumë lëng, unë do t'i lej në zjarr. 45 minuta, pastaj do fik sobën dhe pjesën tjetër do t'a bëj nesër. Mund t'a lesh kështu me copa, unë në fakt shumë pëlqen me copa, dhe ose mund t'a frullosh. Herën tjetër kam frullu, jo nuk më pëlqen, është gjuna. Kajsia është, për mendimin tim, nuk e di për ju, është ndër reçelerat më të mirë dhe më të shijshëm. Të gjithë kanë rëndësinë e vet. Unë bëj pothuajse me çdo lloj fruti, po kjo kajsia aq më tepër kur e vjel me dorën tënde dhe di ku e ke marrë, o Zot, sa dashuri të jep. Kjo miqtë e mi. Do vazhdoj tani në zjarr të ulët duke e përzirë sa po të lëshojnë lëngin që të shkrihet sheqeria gjithë puna. Miqtë e mi, jo kam thënë, është shumë e rëndësishme tenxheret të jenë cilësore. Ju bëj Zotin e madh, ndoshta edhe 30 vjet ka kjo tenxhere lagostina, unë e kam marrë në Itali, nuk vdes kurrë. Edhe kur e mora atëherë më thanë dhe fëmijët e fëmijëve tuaj do ta kenë. Edhe ashtu po i vje koha me thonë drejtën e Zotit. Janë speciale. Më mirë blej një tenxhere 100 euro, 200 euro, sa të mbushë shtëpinë me 100 tenxhere, çit do aman.
Aq më tepër ato të rëndat dhe që ngjisin janë skandal. Ja u sugjeroj se ju du fort, ju I dini vetë punë tuja. Mos se s'kena dhe vend ku me I lanë një për gjë. Kjo është. Kjo është hera dytë që unë po e zi Reçelin. Do me thonë sot, mbrëm e kam zirë 45 minuta në zjarr mesatar. Tani e vura prap edhe pasi merr valën do ta lej maksimumi 20 minuta. E shikoni? Nuk do të lej të trashet shumë sepse kur ftofët trashet prap. Dhe po ju them dhe një gjë për punën e sheqerit, sasia e sheqerit varet edhe nga ëmbëlsia dhe pjekuria e frutit. Nëse frutat janë të papjekura, normal që duhen më shumë sheqer. Është mirë të jenë të pjekura dhe të arrijnë atë ëmbëlsinë e duhur. Në këtë rast, kajsit ishin të shkrira fare të pjekura, ju I pat dhe vetja, u demonstrova, ja u tregova, dhe ëmbël të mjaltë, ëmbël shumë të ëmbël, me thënë mjaltë të ëmbël, se ma mori Zoti. Kështu që unë 20 minuta është maksimumi, tani ka fillu të marrë val. Ju kam thënë, sidomos pjesën e dytë, duhet dora në të dhe zjarri I ulët fare, se po në gjithë atëherë që shkoj gjithë puna dëm. Dhe do filloj mbushjen e kavanozave me këtë xhezve porcelani që ma thy çik, po do të blej një tjetër. Dhe miqtë e mi ju thash, unë përdor kavanoza të vegjël me kapak të ri. Një herë vetëm mund ta përdorësh e zem, dyta nuk bën më xhiron. Dhe kapakët kavanozët patjetër duhet të jenë të sterilizuar dhe Reçeli jeton sa të doni ju, 1 vit, 2 vjet. Po nuk mori ajër, po në qoftë se ajo mbyllja bëhet hermetike, mos u lodhni fare se nuk e gjen gjën, lereni ku të doni. Vetëm kur kavanozi hapet, është mirë ta lesh në temperaturë normale në frigorifer. Edhe pak minuta unë do filloj mbushjen e kavanozave. Unë tani po e kam fix hopën dhe direkt nga vala unë po bëj mbushjen e kavanozave. Direkt sa po të mbushen, me një letër kuzhine I fshin buzët, gjë e thjesht fare, çdo kush e din, dhe e kthen përmbys, që mbyllja të bëhet hermetike. Është shumë e thjesht, nuk ka më thjesht, më bukur, ja. I shikoni besoj kavanozët, vegjël, goxha dalin që të kesh edhe për vete edhe me falna një. Se është mirë, ja miqtë e mi, këto janë. Është shumë, po shumë fare e thjesht. Kur e hapni është mirë frigorifer. Por ndryshe lereni ku të doni. Ç'a ngjyrë të bukur ka. Reçeli mbaroi, e sistemova në kavanoza, e shikoni. Ja dhe tenxheria, kur ju them për tenxherin e mirë, 0 kanë gjithë. Kujdes do patjetër, po zjarri ulët është nëna e gjithë suksesit, edhe tenxheria cilësore sigurisht. Këto janë miqtë e mi. Reçeli kajsis më I miri gjithë të mirave është për krostat. Ti mund të hash dhe me qik gjalp, por krostata është jeta fundit fare, del special. Kjo është miqtë e mi, shikojeni, trashësin, po të ju siguroj se kjo trashet shumë më tepër kur ftohet, se është shumë I nxehtë. Ja sa kam dalë, sa të dush. Edhe ju them dhe një gjë tjetër, kavanozat se ndonjëherë më shumë të shkojnë të blej kavanoza, se nuk janë lirë, jo 200 lek, 300 lek kapaku, jo 500 lek kavanozi. Unë me thënë drejtën e Zotit, porosis gocën, kom shijet, gocat ke puna, ju lutem, mos I hidhni. Mos I hidhni I laj vetë, mi sidhni ashtu pa la, nuk ka gjë. E unë blej vetëm kapakët dhe kaq edhe ju çoj atyre kaj kavanoz Reçele zemë. Ja kështu miqtë e mi. Nuk bëhet pa miq e pa shok, nuk shtyhet jeta, duhet me marr me dhën, me kalu mirë, që është jeta lum kush. Një ditë të bukur ju uroj, ju dua fort.